Stuhia e dëborës që ka mbërthyer të paktën 20 shtete në brigjet lindore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar 10 viktima. 6 prej tyre kanë gjetur vdekje në Karolinën e Veriut si pasojë e aksidenteve rrugore të shkaktuara nga akulli, ndërsa të tjerët në Tennessee dhe Kentucky. 1000 aksidente rrugore kanë ndodhur vetëm në Virginia. Në Karolinën e Veriut 100.000 banesa kanë mbetur pa energji. Përveç paralizimit të transportit rrugor e hekurudhor, stuhia ka sjellë probleme edhe në transportin ajror, me rreth 7.000 fluturime të anuluara në disa shtete. Deri tani gjendjen e emergjencës e kanë shpallur 10 shtete amerikane, së bashku me kryeqytetin Washington. Ai është mbuluar nga dëbora që arrin trashësinë 22 cm. Sipas parashikimeve, ajo pritet të arrijë në 76 cm gjatë orëve në vijim. Kjo situatë ka sjellë edhe pezullimin e transportit publik në kryeqytet për gjatë gjithë fundjavës. Autoritetet kanë paralajmëruar rreth 85 milion njerëz për rrezikun nga stuhia, duke i këshilluar të shmangin udhëtimet. Pritet që shpejtësia e erës të arrijë deri në 80 km/h përpara se stuhia të dobësohet. Një pjesë e supermarketeve amerikane kanë mungesa të produkteve për shkak të fluksit të lartë të blerësve.